Pro këtë obligim e përfundum dhe tash vazhdojmë drejt shtëpisë. Pro jeta këtu në banesë është normale, është ka pastërti, mirë po është një zotë cilën e ndëgjon pro kohë pas kohë nga banorët tjerë, pro këtu nuk qëndron problemi tek individi, mirë po janë edhe arsye tjera cilët po nuk e di ka po vinë këto drita. Drita në thojë se këto janë leda edhe i pengojnë pro lensës cilën lens e komponon vetë kamera. Siç e pot pra shkum edhe 4 kat ma lart edhe tash pro jemi duke zbrit në katin 0. Sido që tjetë buka është pra në dorën e sigurt, edhe nuk ka qeveri moj me nga derin pares me këtë buk, po moj me nga edhe në deti, po moj me hi edhe në flak, po moj me hi edhe në rtok, po t'i smunsh. E kuptut. Kemi pra kështjellën e krujës, në cilën u zhvillua shumë betejë dhe nuk pat asnjë humbje. Edhe kemi pra një kështjellë tek hyrja e qytetit, pra qytetit kur të vish nga Maqedonia, pra edhe Maqedonia ishte e mbushur plot e lirë. Po sot ato janë gjysa pro e lirë. Vetëm se një pjesë e mohojnë edhe identitetin prej kanë ardhur gur, pro një muri me gur, i cili është ende sot. Pra unë po folit para 600 vite shka ka pas aty. Pra ka pas shpata, ka pas mburoja, ka pas e Skënderbejut. Pra siç e deni afër 2 orë është rruga për Fushkruj, edhe aty është pisha në të 2 anët. Po nëse ka bën atë rrugë, do me thonë kemu kthyti edhe një 2 orë tjera. Po nëse qëllon not është pra shikoshmëria më e dopt. Si që deni, ky është veni për cilën kam fol, dhe jam pak ndjej një mundim për shkak që pushteti pra aktual është siç është. Tash jem në vitin 2026 me plot kuptimin e fjalës. Ato nuk meritojnë t'jenë në pozit, po tash do dolin mal edhe bërthasin pa zot, do shkojnë në vene të shajta dhe lutën, po nëse i vynë parët
edhe ati i vyn porët edhe ai del në mal edhe vërtet o zot. Kështu që o zoti është një lang i cili kompozohet me uranium pro të varfrum dhe mundet mu përzi edhe me CO3. Për deri sa nuk kisha 20.000 euro, mu doke që krejt janë kundër meje dhe i gjithë njerëzimi ishte pra kundër meje. Qoftë se janë përballu me sfidat cilt i kum kalu unë, jam i bindur se nga 70 milion individa nuk mund me mbjetu as në njeri. Pra 70 milion vjet kohës i vyn për me lind në njeri si unë. Pra unë jam tash duke hec, duke fol, muj me ndëgju, muj me vrapu pak, mirë po e kam edhe terapin time, i njëjti vend, pra ku këto janë pra gjarprenj dhe janë shumë të rrezikshëm për këtë komunitet. E tash jau tregoj se cilën onë ju kene me shku. Presëm i pak. Edhe këqyrëm i nonën e tjatë, pra edhe njëherë këqyrëm i nonën e majtë. Besoj se është pastër. E kur është pastër, mundemi me hecë shumë kadale. Shka nën kupton kjo me hecë kadale? Edhe keni pare, normal që keni pare. Tash është pak rrezik, se është edhe një ndërtim, edhe ko krena vetura, e në momentin që keni më fundos, unë pro ka me qenë i pamëshirshëm. Pse ka me qenë i pamëshirshëm? Se 20 vjet sakrificë që i bora, ha? Shkun, ku shkun? Shkun për ato, apo? Po nuk e deni. Shqyr që nuk e deni, edhe jeni pra nërësirë me ato planët djallëzore t'juve që tutni prej një shkëndije dritës për shkak që po erdhi drita, ja u zbulon gjitha djallëzit dhe gjërat antiligjore që i keni bo dhe vazhdoni ende mi bo, e krenoheni pra, e mveshni me tulifar politika, e jo ky, e jo aj, ko ka konë maj mirë, e jo aj, e jo ky, ko ka konë maj keq. Që 26 vjet na keni traumatizu me historit njejta të na rajt gjdo dit. Po kush i kontrolon këto televizione? Pa qatë gojlon e kam se kush i kontrolon këto televizione? Ha? Tash vazhdojmë, pra e kemi edhe një hyrje këtu. Hyrje që është veç për dhelpna, pra edhe një hyrje tjetër aty është hyrje për vetura. Pra kjo hyrje për vetura tash lidh rrugën me rrugë kryesore, e cila rrugë pra kryesore të qetë drejt e në
rrugën që t'lidh me një rrugë që mund me shku njeri kadal në kom edhe me dol edhe në Shqipni. Po, kush mundet me ecë, kuptohet. Pra, se që përsheni, edhe këto janë të ndërtu, pra, gjitha, si ndërtuën është pyetja, si ndërtuën. Pra, gjitha objektet ndërtuën me tokivoki. Si ndërtuën me tokivoki? I thot blokit. Blok, shko më nalt. Bloki, si që përsheni, është edhe pak koha e vrot, ku është një qik me shi. Një qik me shi. Po, faleminderit Zotit në këtë vend që e kam në mendje shumë më herët për shkak që këto hiena janë të pangupura. Kisha unë betejat e mia, edhe sakrificat. Po tash qërkur të bon hienat nga gjithë anët. Ti kemi po hienat si miq, të përshëndesin hienat. Është interesant gjua tyne. Si jeni, a jeni mirë, si po kaloni, a jeni të lodhë. Për shkak që ju interesant, ku është ajo poenta tyre. Pro, isha 2 herë nga hienat i sulmum, po e kishin organizu aq mirë terenin e tyre, sa që Zoti ndihmoj, për shkak që i drejti është gjithmonë fitus, pa morë parasysh edhe nëse des nga kjo jetë, do të ngjallët dhe do të dëshmoj se jam sulmu prej hienave, edhe hienat pro kanë qenë ata të cilët kanë pas qef me qenë ata që kanë dëshirë, mirë po tash Zoti secili ja ka lënë atë cakën e vetë, edhe kështu me radhë. Edhe unë më rina pra tek hyrja që dola, pra tash shkoj marroj një qaj, edhe a ju kujtohet ky numri? Që ky numri ka qenë, kanë qenë këto dikon 4-5 numra, po që ky është ma pak më ndryshe. Si që përsheni kjo vetë po rika, pro ishin 13 minuta rrugë për me shku me blej, pro edhe 14 minuta pro knena, qështu është kjo botë. Ju përshëndes.